Ekuinoksi i pranverës është tashmë i mbushur me energji pozitive. Ai shënon ditën e parë të njëstinit të ngrohtë, kur lulet çelin dhe njerëzit dalin jashtë, të gëzuar dhe duke lënë pas lodhin dhe humorin e dimrit. Për disa shenja të horoskopit, kjo ditë pritet të jetë edhe më e veçantë. Në këtë periudhë, shumë njerëz bëjnë pasrim pranveror dhe rifreskojnë garderobën, duke zëvendësuar rrobat e dimrit me ato të stinës së ngrohtë. Është gjithashtu një moment i përshtatshëm për të organizuar takime shoqërore, për të shijuar ushqime sezonale dhe për të vendosur synime për muajt në vijim. Dashi. Sezoni i dashit është një periudhë kur kjo shenjë është në qendër të vëmendjes. Me hyrjen e diellit në këtë shenjë, fokusi bie tek identiteti dhe shpreha personale. Kjo periudhë lidhet me qartësi më të madhe mendore dhe rritje të energjisë për të vepruar dhe për të ndjekur synimet. Është një moment i favorshëm për të vendosur qëllime, për të nisur projekte të reja, për të zgjeruar rrethin shoqëror dhe për të dalë më shpesh në takime apo aktivitete sociale. Energjia e kësaj periudhe nxit iniciativën dhe veprimin konkret, duke e bërë të rëndësishme të mos mbetet vetëm në mendime, por të kalohet në veprim. Peshorja lidhet fort në marrëdhëniet dhe partneritetet dhe kjo periudhë sjell theks të shtuar në këtë fushë. Komunikimi bëhet më i qartë, duke lehtësuar organizimin e takimeve dhe krijimin e lidhjeve të reja. Mund të ketë më shumë mundësi për kontaktet romantike dhe sociale si në jetën reale ashtu dhe nëpërmjet aplikacioneve. Kjo është një kohë e favorshme për të njohur njerëz të rinj, për të dalë më shpesh dhe për të eksploruar mundësi të ndryshme në marrëdhënie. Për ata që janë në një lidhje, rritet afërsia dhe lidhja emocionale, duke sjellë më shumë harmoni dhe momente të këndshme së bashku. Peshqit përjeton një periudhë më të kthjellët mendërisht, pasi mjegullat mendore fillon të largohet dhe vendimet bëhen më të qarta. Kjo ndihmon në organizimin e jetës së përditshme dhe vetënërisht në menaxhimin e financave. Fokusi zhvendoset tek të ardhurat, buxheti dhe vlerat personale, duke nxitur interes për kursim dhe planifikim financiar. Kjo periudhë është e përshtatshme për të vendosur synime lidhur me karrierën dhe të ardhurat, si dhe për të kërkuar mundësi të reja. Është një moment i mirë për të komunikuar idetë, për të krijuar kontakte dhe për të përdorur qartësinë e fituar për të marrë hapa konkret drejt përmirësimit të situatës personale dhe profesionale. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.